Mirëmbrëma miq dhe armiq, mirë se keni riardhur në esencën e mbrëmjeve tona, që shfaqet çdo të premte në orën 21 në Report TV. E thash mirë këtë sloganin, e kam të fiksuar mirë profesor, kështu që nuk bëj gabime. Mirëmbrëma profesor Petri Demiraj, faleminderit që keni ardhur në studio. Faleminderit për ftesën. Është kënaqësia ime t'ju kem ju në këtë studio, që besoj që nuk do të ndalet kjo vizitë në këtë studio vetëm një herë, po jam i sigurt që 4 emisione do të dalin nga Report TV dhe nga Esenca. Si duket kam statusin e veteranit të eksperiencës të transmetimeve. Do të flasim sot për disa filmime të veçanta që ju i keni xhiruar në mars të vitit 1997, edhe në raport me vitin e mbar 1997, jo vetëm në Shqipëri, po edhe në Pogradec, atje ku ju banonit. Pyetja parë është kjo, profesor. Aq sa kam parë unë, janë të vetmet filmime të mira që dokumentojnë mbatërtinë e kohës. Si i xhiruat, me çfarë i xhiruat, ku e gjetët kamerën? Çfarë bënit në atë kohë? Po, e para si përvojë njëherë, sepse këto kërkojnë një përvojë jo vetëm nga ana teknike, por edhe idetë e duhura për të kompozuar emisione të tilla. Unë kisha një farë përvoje, sepse kam punuar, para se të bënja këto, dikur kam punuar me Radio Korçën, me transmetuesit televizivë të televizionit shqiptar, kam punuar për 4-5 vjet me te. Më pas, në bashkinë e qytetit Pogradec, ka qenë kryetar bashkie Zhani Treska në atë kohë, unë i dhash idenë që pse, domethënë pas viteve 90, pse të mos vendosim edhe ne disa programe të huaja, kryesisht programet italiane, ato ishin më të kërkuarat në atë kohë, sepse sapo ishte hapur Shqipëria dhe në rrethet tjera ishte berë një gjë e tillë. Dhe ja dolëm kësaj pune, u vendosën 4 transmetues për këto programe, të cilat i menaxhoja unë. Domethënë si përvojë transmetimi kështu isha i kompletuar, edhe disa kanale të tjera u sollën nga një kanal turk e mera, domethënë këtë teknologji unë e njihja shumë mirë. Por në këtë fushë nuk duhet njohësh vetëm teknologjinë, por duhet të merresh me programacionin e me idetë se çfarë do të transmetosh, kush është ajo forca që të bën që çfarë do t'u thuash njerëzve. Pas 97-s, në vitin 97, deri në atë kohë unë kisha administruar disa programe të kësaj natyre dhe ishin vendosur në godinën e turizmit të qytetit. Ndërkohë, mu afrua një miku tim i ngushtë, shok, unë e kam patur nxënës atë në gjimnastë është e vërteta, Lajdi Gusho, shumë i talentuar, me shumë pasion për teknikën, por edhe për artin, edhe për këtë fushë për të cilën flasim, i cili siguroi një kamera VS, një teknologji pak e vjetëruar, jo pak, sot ka dalë nga koha, por ishte gjithsesi një kamerë. Në qytet në atë kohë nuk ishte lehtë të gjeje kamera. Dhe ai kishte siguruar një kamerë të tillë dhe menduam që pse të mos sajojmë diçka, të fillojmë me transmetim, të grumbullojmë kronika, edhe nëse nuk do t'i transmetojmë, por të paktën t'i mbledhim. Dhe kështu filluam të regjistrojmë. Ishte 97. Ishte koha e gjendjes jashtëzakonshme. Dhe ne që dolëm disa mëngjese me atë kamerën e Lajdit, unë isha marrë me këto, domethënë kisha punuar në Radio Korça përpara dhe domethënë si përvojë kisha këtë. Dhe filmuam, bëm disa kronika para luftës. Luftë e quajnë në gjuhën popullore atë momentin e atij shpërthimit të tillë. Dhe filmonim në VS, standardi VS, kuptohet që me kushte minimale e me radhë. Por me shpërthimin e situatës, ne menduam që duhet tashmë që shteti ra, sepse nuk lejoj, këto lloj transmetime nuk lejoheshin. Në atë kohë punonte si kanal televiziv privat është futur vetëm Shijaku, më duket. Ai u lejua, po askush tjetër nuk transmetonte. Kështu që ne e kishim përgatitur këtë punë dhe me njerë filluam transmetimin. Ishte shumë e vështirë të dilni me kamerë në kushtet e 97-ës, sidomos kur
gjithçka DJ, kudo kërcisnin armët, dhe Pogradeci i ka pësuar shumë keq në 97-ën, sepse kishte industrinë të përqendruar, një industri të lakmuar, që ashtu dhe repartin ushtarak e kishte shumë pranë qytetit. Dhe kështu që u armatosën të gjithë dhe ishte e vështirë të dilnje me një kamerë në mes të gjithë asaj lufte, po e quajmë, sepse mund të shkonje kot. Megjithatë, Lajdi e kishte shumë pasion këtë punën e regjistrimeve video dhe kemi dalë bashkë që në ditët e para të luftës, kur kishte tym, flakë, zjarë, krisma nga do, dhe ne dilnim. Njerëzit na njihnin, të dy na njihnin, dhe dolim kemi filmuar disa ashtu, dhe filluam me njerë do të bëjmë televizion. Për të realizuar televizion nuk duhen vetëm kamerat, do më thënë procesi i regjistrimit, por duhen edhe pajisjet e transmetimit. Pajisjet e transmetimit, unë kisha 4 transmetues që i shpëtova që ishin të bashkisë. Do më thënë, ato transmetues i kisha vendosur unë në vitin 93. Një bashkëpunim me kryetarin e bashkisë që të vendosim edhe në Pogradec transmetues për këto kanalet e huaja. Kështu që këto unë i shpëtova dhe i administronja unë i mora në shtëpi për t'i shpëtuar, sepse s'mbeti gjej. Repetitorët kam shkuar në mëngjes të asaj nate që krisi lufta. Kur plasi? 28 mars? Datën, jo, ka qenë afër ditë e verës. Ka qenë ose në 13 ose në 14, se mbaj me datën. Do më thënë, di këtesh që ditë e verës. Do më thënë, krisi ka qenë një repart i madh ushtarak ngjitur me Pogradecin dhe ne shikonim predha pa fund natën me gjurmëlenës që shkonin mbi qytet. Në mëngjes të gjitha ndërmarrjet, të gjitha u shpërthyen. Dhe në këtë rrëmuj të madhe, askujt si shkon të mendja, vetëm ne me Lajdin dilnim me atë kamerën tonë dhe gjithçka, kudo DJ, do më thënë, kemi filmuar shumë plane me flakë, me tyme, me tërë. Kemi filmuar djegjen e bibliotekës, turizmit. Po thuaj të gjitha, ne kemi shkuar në shumë, sepse kjo punë zgjati. Dhe si vendosëm të bëjmë televizion. U bëjmë një grup që kryesonim ne me Lajdi Gushon, dhe morëm edhe folse, morëm një Juliana Pengu, ishte një folse shumë e mirë, morëm edhe operator të tjerë, Mondi Pocen e morëm si... Kush i paguan të gjitha? Nuk bëj fjalë për pagesë, të gjitha bësh në pasion. Me pasion, me gjithë se kishte shpenzime. Dhe kur të mbaroheshin këto pasioni dhe shpenzimet, mund të ngeleshim. Por ne, pasioni nuk në mbaron të asnjerë, vetëm se rodhën ndryshe pasaj punët. Dhe kështu që ne filluam dalim me atë kamerën tonë dhe pajisjet e transmetimit i vendosa në shpinë time. Do më thënë, nëzora një antenë sipër, një antenë transmetuesi pajisja e transmetimit ishte një nga ato që shpëtova në turizm, se në turizm nuk mbeti asgjë. Ne kishim vend turizm. Turizmit as plakat nuk i mbetën, as dyer, as dritare, as gjë prej gjëje. Kështu që unë i shpëtova i pari, kam shkuar herët në mëngjes po e përmend emrin, më ka ndihmuar Berti Salavaçi, një shoku tim, e takova rastisht aty, o burra shpëtojmë këto. Ne ngjiteshim në për mure, shkonin plumba. Antenat sipër nuk i morëm, se antenat sipër ishin objekti më i bukur për të bërë qitje, dhe ishin bërë tërvrima. Antenat e panelet sipër. Kështu që aty po tipni, aty ishte çmenduri, aty shkonje për sport. I kemi nxjerrë ato pajisjet e transmetimit të gjitha dhe një prej tyre, më të vogla, ishin 5 vaçe, po ishin shumë të mira ata. Dhe njërën prej tyre e instalova në pallatin tim. Në pallatin tim për këtë qëllim. Do më thënë për periudhën që ishte blackout komplet. Dhe kështu filluam transmetimin. Montazhi bëj në shtëpinë e Lajdit, Lajdi Gushos, të profesor Gjergji Gushos, që e kujtojmë me shumë respekt, sepse kohët e fundit është ndarë nga jeta. Dhe Lajdi, një djalë shumë i talentuar, që e kishte shumë qejf edhe montazhin, kështu që jemi marrë aty të gjitha, i kemi bërë në mënyrën
do më thënë mendoj, studio nuk kishte asgjë, gjitha i serionin vetë. Po montazhi me kompjuter, profesor? Titrat, unë kisha një kompjuter, mund të bëj një kompjuter IBM, jo, se bëhe fjalë me kompjuter. Po si me ato mroklat? Jo, montazhi bëhe në video. Në video? Në video, direkt në video, si që bëshin dasmat për para. Montazhi, do më thënë, ka loje deri këtu preje e beje, do më thënë montazhi në video e bënim. Kompjuter, unë kisha një kompjuter, por aji nuk kishte dalje video. S'kishte dalje. Në kompjuter mund shkruajmë, mund të printonim, por nuk kishte dalje video që ta lidhje me atë. Kështu që titrat i shkruaja unë me kam punuar dizenjator. Mi trego pak, profesor, mi trego se. Këto janë... Disa prej tyre... Po gjatë saj kohe, profesor, u dojë çdo gjë edhe laboratori fizikës në shkollën tuaj. Shiko, mirë që se ti duhet ta ndaje mirë tani çfarë shkruaje. Ishte mëngjesi që kërcisnin nga do armët dhe unë e kisha mendje. Laboratorin e fizikës në gjimnazin Muharrem Çollaku ishte nga më të mirët që ka pasur ai gjimnaz. Dhe unë me shumë pasion punoja në gjimnaz në atë kohë. Unë jepja fizikë dhe elektroteknikë. Me shumë pasion e mbanja gjimnaz dhe i mbanja kështu si shumë i mirë. Kishte si asgjë kundi tjetër, kishte nga 6-7 komplete për çdo punë laboratori, që të ndaheshin në 7 grupe nxënësit dhe ishte, domethënë, polak ishte laboratori. Dhe mendjen e kisha edhe andej, sapo na kishin edhe disa pajisje të tjera, të reja, të optikës, e mëra të instrumenta matës shumë të mirë. Unë duhet shkonja ose në gjimnaz për të shpëtuar, ose në majtë turizmit. Po thash hajtë se të gjimnazi do kete kolegët të tjerë, do kete edhe ashtu, kurse këtu s'ka kush vete tjetër të turizmi. Kështu që kam shkuar herët në turizm, duke në gjitur aty kërcisnin armët prapë, dhe kështu këto pajisje shpëtuan. Ti shoh pak titrat edhe thirrjet, se këto janë të bukura, një sekondë të bëjmë pak para kamerës. Disa kanë mbetur, se kanë mbetur... Tani, këtu keni... Këto vendoseshin në ekran, profesor? Nuk kishim mundësi të vendosim titra. Kështu që në fillim i shkruanim kështu, unë dizenjo kam punuar, ti dije nga të gjëra si keq nga dora kështu, po detyronim të benim... Asaj bukur kjo, orari transmetimit, datë 28:03, ora 19. 2 herë në javë kishim. Datë 29:03, ora 19. Po sa mirë që dollët në transmetim, profesor? Në transmetim, transmetues t'i vëmë në shtëpia ime, dhe pas i montonim të shtëpia Lajdi Gushos, kasetin e çonim vinim të shtëpia time për ta bërë transmetimin. Prag pranvere, a? Prag pranvere, se ashtu ishte. Dhe kjo që ndronte në kamera? Në kamera, vendose titulli. Ishte në ekran? Po, vendose titulli dhe pasaj bëj montazhi. Vendoseshe kështu pra në kamera dhe pasaj tak vazhdonte video që dilte? Folës kishim Mondi Poce, një djalë me shumë pasion për të dhenë lajmet. Pa koment. Pa koment, po, kishim edhe pa koment. Po qëfar lueshe kur kishte pa koment, qëfar dilte? Kishim larmi emision, nga ato që kishë filmuar dhe s'kishim arritur t'i bëni montazh, se montazhi kërkon të punë. Pranverë. Po, këto emisionet të tilla i kishte qef Lajdi Gusho, ishte artist nga natyra Lajdi. Lajdi Gusho ishte dhe është artist, themi ishte sepse se kemi me në Shqipëri, është në Amerikë. Qartë. Fund. Shumë e bukur. Po ju çfarë valët kapët që të dini? Në fillim kemi dalë në kanalin 36 UFE. Pra mund të shihte publiku kollaj? Po, shihte sepse këto ishin kanalet që ishin në turizëm, që kishin vënë në rajunën e të tjerë. Ishin antenat raj, domethënë pajisjet e transmetimit, ato i ndrojë si pas dëshirës, por ama si kanale ishin të përcaktuara, ishin të memorizuar televizorët e Pogradecit, sepse ishin pajisjet e turizmit që i kishin ndjekur deri dje. Por tash në kanalin e Rajunës nuk do dilte Rajuno, por dilte programi ynë. E kuptova? E kuptova, profesor Çashka. Ishin Aman çfarë është? Shiko tash, ajo është një thirrje që kemi bërë ne. Thirrje. Një thirrje dhe ndjesë pastë profesor Gjergji, këta e shkrova unë, për të na kthyer, sepse në atë godinën e turizmit, ku vendosën pajisjet, që ishin vendosur pajisjet, një nga pajisjet nuk e gjetëm. Do më thënë, kur vajta unë që vajta herët për t'i shpëtuar, shpëtova vetëm 4, e 5 nuk ishte. E 5 në fakt nuk e kishin vend ne, e kishte vend ambasada franceze, ishte TV5.
Profesor, tani kjo thirrja si dilte në ekran, më tregon. Kjo thirrja... Ky montazhi që keni bërë. Po, thirrja, me qenë se pajisit, mikseret tëra që kanë efektet e zhvendosjes nuk kishim, këtë tani mbante kamerën dhe profesor Gjergji Gusho, baba i Lajdit, atë kishim aty, profesor Gjergji e lëviste nga dalë nga poshtë të lartë, dhe titrat lëvisnin në ekran. Do me thënë kamera është këtu, dhe afrohesh e kamera dhe shkon të lartë dhe e lexon të dikush, apo jo? Nuk që e palosur letra dhe i vum edhe një hekur sipër që të rinte e tendosur, edhe shiko ka dy fije. Tashi po i shikoj dy fije që janë poshtë. Po janë dy fije, po. Pse? Që të rinte e tendosur, mos dilte keq. Qartë, kuptoj. E tendosur të riqe e të rinte e tendosur. Atëherë thirrje në ditët e trazirave që përfshin qytetin, midis objekteve që u dëmtuan ishte dhe ambienti i repetitorëve televiziv për qytetin tonë, i vendosur në taracën e godinës së turizmit. Një pjesë e mirë e këtyre pajisjeve janë mbrojtur për të rivendosur në punë, por disa prej tyre janë marrë nga persona të ndryshëm. Duhet theksuar se shumë nga këto pajisje nuk kanë asnjë vlerë për përdorim shtëpiak dhe as mund të shiten jashtë qytetit, pasi transmetuesit janë lehtësisht të identifikueshëm nga Agjencia Kombëtare e Kontrollit dhe Shpërndarjes së Frekuencave, dhe antenat që janë krejt të veçanta do të jenë detyrimisht të dukshme. I bëjmë thirrje personave që i disponojnë, emrat e të cilëve po bëhen çdo ditë dhe më të njohur, se dorëzimi i tyre do të përbënte një akt qytetar, të mirëpritur nga të gjithë banorët e qytetit. Kjo do t'i shërbente rivendosje sa më të shpejtë të gjitha kanaleve televizive që funksiononin në qytetin tonë. Pra ju lutemi, le t'ja kthejmë përsëri këtij qyteti të gjitha pajisjet televizive. Sigurisht një gjë e tillë dëshirojmë të gjithë. Po Gradec, 28/3/1997. Sa e bukur që qeka, profesor. E vendosur mbi dy shufra kështu horizontale, ajo duke sikur lëviste sikurece në montazh. Të tilla kemi bërë shumë. Keni bërë shumë, po. Derisa mora një kompjuter Commodore, cilin e kam akoma, i cili çuditërisht kishte... Mos më thoj që punon ende? Jo, po ta përdorësh e përdor. Unë kam patur kompjutera shumë herët, kur kompjuterat nuk kishin hard disk. Njerëzit nuk e dinë që kompjuterat nuk kishin hard disk fare. Do më thënë, fut një sistemin, nuk kishte as Windows, ishte sistemi DOS, sistemi operimi DOS në atë kohë. Dhe fut një disketën këtej, DOS-in që të përdorni. Pra një kompjuter shumë i vjetër, i bëmet cilën e kam akoma. Çmimi i tij është rritur shumë. Për ta shitur si... është rritur shumë sepse është modele, e kam parë sa është. Por pastaj gjitha një Commodore, përsëri ai Commodore kishte dalje video, që se ka asnjë kompjuter sot. Dhe kështu me atë kompjuter e zgjidhën punën e titrave që shkruan në diçka. Kjo që një arritje e madhe për ne. Me kamerat e Lajdi Gushos, se kamera që e Lajdi Gushos, ne kemi shkuar në të gjithë, kudo ku dilte tym, kudo që digjej, kudo që kishte probleme, edhe ngjarjet episodet janë të shumta që kemi filmuar. Po i ndjekim edhe ato që na keni servirur ju. Kishte raste, hodhën në erë ujësjellsin, do të thënë ujësjellsin e madh të qytetit. Spitalin keni thënë ju? E hodhën në erë tubacioni i madh i ujit u çaj teri, 3 ditë pa ujë qyteti. Po pse? Se ishte në theshtat. Po do jenë gjallë ata që kanë bërë ende. Pse? Ndodhi ajo 3 ditë pa ujë, njerëzit vraponin në ato 2-3 çezma që kishte qyteti, ne I kemi filmuar të gjitha. Edhe kur u riparua aty kemi qëndruar bilatë ditë që kemi shkuar aty pat me një incident tjetër një personalitet I qytetit që na shoqëronte ne na I rëmbyen atë ishte kohë në 97 e kupton në 97 ishte në gjykatë kur filmonin në gjykatë Ladi na I kërcënuan keq aq sa një kasetë më ashtu dhe nuk u afruam me atë ishin të mbuluar ata po ne nuk lam ambient pa xhiruar. Domethënë kemi shkuar në për shkollat, në të gjitha kudo kemi marrë reagime dhe transmetonim 2 herë në javë. Aty ishte orari I transmetimit. 2 herë në javë dhe qyteti e ndiqte sepse transmetonim në kanalin e Rai Unos. Domethënë para se të ndodhin trazirat, televizorët ishin të memorizuar në kanalin e Rai Unos. Dhe të gjithë e shikonin atë program. Lehtësi e bukur profesor, Interesante. Ishte vërtet shumë ashtu, por kishte edhe problemet e veta. Për shembull, erdhi puna që do të bëheshin zgjedhjet. Aty ka shumë episode, po tash s'më kujtohen se për të gjitha po të flasësh ato, të gjitha janë shumë të bukura.
Edhe në zgjedhjet? Do të bëj debat. Do bëj një debat, ta bëjmë mos e bëjmë. Po debat s'kishte, televizioni ishte vetëm shtëpia ime. Po. Transmetimi bëj nga çatia time. Po. Lajmet montoheshin te shtëpia e Berti Poces, nuk jeton me ai djalin, ndjes paste. Kurse montazhi bëhej te shtëpia e Lajdi Gushës. Kaseta VS, pastaj vinte në shtëpinë time që transmetoj. Për transmetim. Dhe sa zgjati profesor si kjo zgjati deri në zgjedhjet e qershorit. Dhe u bë dhe debati televiziv. Në shtëpinë time bëhej transmetimi dhe shtëpia time ka akoma shenjat e plumbave. Pse i gjuanin? Po, u gjuajt parabola e para njerë ka 2 vrima plumba, se akoma është aty po Gradec, dhe veç asaj në njeri, kur hynë në dhomën të gjumit unë, shikoj një tym i bardhë dhe mbuluar me suva, krevati. I kishte qenë një plumë nga ta që pëlcasin dhe e kishte bërë tavanin copë. Do më thënë, kishte rezik kjo punë. Shtëpi private, profesor? Në shtëpinë time, sepse që aty transmetoja. Jo, apartament apo? Apartament, në katin e 5. Kati 5. Kur shikoj tavanin sipër, kishte rënë, ishte bërë tërë vrima, sepse ishte një plumë, xhame të pathyera. Plumbi kishte shpuar atë llamarinën e dritares dhe kishte, do më thënë, kishte probleme kjo punë. Bile edhe me këtë debat që bëm, pata një kërcënim, që paka shumë e mora vesh kush e bëri. Megjithatë ne e bëm debatin të gjithë kandidatët që do konkuronin në zgjedhjet e qershorit që u bë atëherë. Dhe në debat flasin të gjithë dhe do të thënë pati episode të kësaj natyre. Kërcënim me plumba e me radhë, megjithatë pasioni i madh që kishim të gjithë ne, ekipi ynë. Ishte edhe një vajzë folse, Juliana Pengu, edhe ajo ishte, do më thënë të gjithë, beri që ky televizion të transmetojë dhe morën vesh të gjithë, paka shumë ngjarjet ishte në funksion të vendosjes së paqes. Të paqes që lini armët, e më dhe ka shumë mesazhe në kronikat tona në lajmet, që lini armët. I keni ato kronikat? I kemi, po thuaj të gjitha. Që lini armët, aty shikon njerëz të plagosur, skena makabre me gjymtyrë të prera, të humbura, në shkollat fëmijët që presin për jashtë dhe nuk futen. Po, se kontrollohet që shkollat të shkatruara, të bera, do më thënë pa... Profesor, jeni dokumentimi më perfekt i kohës suaj. Po, nuk besoj se do ketë dokumentim më perfekt për 97-ën, për një qytet ose për një vend se sa ajo që keni bërë ju. Nuk e di. Jo, nuk besoj se ka. Jo, filmime edhe mund të ketë. Po transmetim privat në kohë reale, në marsin e 97-ës nuk ka. Si transmetim jemi ne të parët. Besoj unë. Besoj që po. Se mos nuk e di. Ishte Shijaku që ishte më duket, Shijak të po Shijaku e kishte marrë i vetmi televizion që e kishte marrë licencën. Po Shijaku është tërgjë, kishte sistem. Ne po flasim për njerëz si ju që... Pavarësisht që sistem, po se nuk lejoshin të transmetim, doli ligjin në 97-ën që u lejuan. Por Shijaku u lejua të transmetojë edhe pa dal ligji. Se kishte e kërkesa të tjera, po nuk u miratuan, kështu e mbajmetun. Do më thënë, në transmetim, në marsin e 97-ës, nuk e di kush televizion tjetër ka, më pas në Pogradec u hapën edhe 2 kanalet tjera, ne transmetuam deri në qershor. Sepse patëm probleme, patëm kërcënime, tjera kështu, po gjithsesi... Edhe pastaj vendosët ta mbyllnit, se nuk ja vlente të merreshëm. Dhe pastaj e mbyllëm, patëm edhe problemet tjera kështu të kësaj natyre. Kemi plot kronika, shumë kronika, edhe kronika, ishte pasioni që e mbante këti gjë. Ishte pasioni që për të berë, aty ka dhe emisione letrare, ka edhe emisione kështu që... Besa se kishte qef Lajdi ato, Lajdi... Ai duket natyrë romantike po Gradeci. Që duhet ta përshëndes, ishte talent për këto punë, talent dhe kishte me shumë dëshirë një gjë të tillë, ishte me rrezik kuptohet, ashtu por që gjithsesi ne ja dolëm dhe mbetën në kujtesën e qytetit. Faleminderit profesor Demiraj që ndave me mua këtë shije jo dhe aq të mbar në 97, por që është diçka e mrekullueshme që keni bërë bashkë me kolegët tuaj, edhe janë filmime që unë i kam hasur në rrjetet sociale, i kam hasur në YouTube, të cilat i keni hedhur dhe ju dhe Lajdi besoj,
po është diçka fantastike se si njeriu nuk rri në kohë lufte dhe dokumenton hallet e tij që sot ja si vjen vlera dhe koha kanë një vlerë të papërsëritshme. Janë shumë të rëndësishme këto dokumentimet të tilla. Faleminderit shumë për bisedën. Faleminderit juve për Bashkë do të shkojmë pastaj në Amarkord, dalim nga studio, kthehemi në Esencë Arkiv dhe shkojmë me një datë të rëndësishme në historinë e Shqipërisë. Kjo ishte esenca e mbrëmjes së sotme. Unë do t'ju lëm me disa qasje të tjera të këtij emisionit, cilin e dua shumë dhe jam i lumtur për punën që bëj. Mesazhi i sotëm është uroj të mos vi kurrë dhe kurrë më ai viti i mbar 1997. Shihemi pas pak. Kjo pas shpinës sime është zonja për të cilën do ju flas sot. Është nga më të veçantat në Tiranë, por është edhe nga më të veçantat në Shqipëri. Është shumë e çuditshme mënyra se si mbahet ajo sot në këmbë, duke marrë parasysh edhe teknologjinë e kohës të gati një shekulli më parë. Vetëm 2 pllaka të tilla me emra rrugësh kanë në Tiranë. Kjo që është rruga e Durrësit, e cila ka dhe fontin e saj të veçantë, fontin dhe shkronjat, dhe një tjetër që është rruga e Kavajës. Të tjera nuk gjen më të ngjashme. Unë po shkoj të shoh vilën nga brenda. Si qeka këtu. Duket dhe ngjyra origjinale e vilës, e cila është një e kuqe rremt në portokalli, koha ka bërë cajën. Ja ku janë dhe ngjyrat e para këtu. Braktisja është totale, është edhe veçantë, kanë mbirë kaq shumë arrenga, ose nga ato që njihen si Tree of Heaven në gjuhën e pemëve. Më bën përshtypje që këtu ka një pus. Edhe pusi ndahet me mur, ashtu siç e kanë zakon shtëpitë tona që ta ndajnë pusin gjys për gjys. Po të shoh pak sa i thellë është. Që ka bosh. Shtrimi është tipik me pllaka të ndryshme prej mermeri të kohës të vendosura në një mënyrë të drejtë. Por ajo që është më e çuditshme e kësaj vile gati 2 kati e gjys është që mbahet me mure qerpiçi. Ka një suva
Ja dhe muret e Qerpiçit nga pas. Do përpiqemi ta shohim vilën me detaja sa mundim, sepse shkallët janë gati të rëna dhe me aq sa po shoh katet ndahen me dru, jo me beton. Tavani është i thjesht, modest, megjithatë ka një preokupim në të, po ajo që të bën përshtypje është çudia e mureve të Qerpiçit. Shikoni se sa trasha janë muret. Gati gjysmë metri muret trasha Qerpiçi, që jo më kote mbajnë gjithë ndërtesë kaq të madhe. Unë do të kaloj pastaj edhe te ana tjetër. Ndarje me kallama, si qemoti me kallamishte dhe me llaç, ndër të tjera, po si tipike e shtëpive orientale, ka një hapësirë të tillë që është druri, vendosen kallamat, shtrohen drejt dhe më pas suvatohet. Qoftë me balt, qoftë me llaç në këtë rast. I ka puna jonë edhe këto vështirësi, po duke menduar që çka kanë kalu njerëzit më shumë, kjo s'është asgjë. Zhul, pislik, edhe gati për të rënë. Më sipër nuk shkohet dot se tregon një lloj pasigurie që nga shkallët dhe nuk kam ndërmend të rrezikoj. Megjithatë sipër vilat të tilla kanë gjithmonë një hapësirë që ka të bëjë me pjesën e verimit. Dhe duket sikur atje do qëndrojë një princeshë që zgjat flokët për princin e saj që nuk ka ardhur kurrë. Tipike e shtëpive të kohës, dhoma të mëdha, paralele, korridor i madh që të lidhin me dhoma të tjera. Ja ku e gjeta dhe një peshore që nuk peshon më as kohën e saj, nuk peshon më as kënd. Është ndër vilat më të bukura të kryeqytetit dhe më të bukurat në Shqipëri. E veçantë në të është mënyra e ndërtimit dhe sigurisht edhe fasada e jashtme, por edhe madhësia e dhomave
të tejskajshme, sidomos edhe muret e trasha brenda saj. Me shpresën se kjo vil e i organëve do të ruhet ashtu siç duhet, për të treguar madhështinë në kohën me të cilën ajo ishte ndërtuar, do të shihemi bashkë në emisionin tjetër. Historia tregon që në kohët antike jetonte një personazh shumë i njohur në popull, që quhet Diogen. Ky kishte një karakteristikë se brithte në rrugët e qytetit, mbante një kandil nga ato me vaj, siç kemi pas neve dikur, dhe me këtë kandil shëtiste edhe kur ishte natë edhe kur ishte ditë. Në mes të ditës ai este me atë shkopin e vet i krusur dhe me kandilin. Dhe sigurisht njerëzit të qeshin me këtë lloj gjesti, se dielli vezullonte, qeshin me këtë lloj gjesti, disa i hidhnin romuze, talleshin, por ata që ishin më kuriozët e pyesnin: "O Diogen, ti pse mban këtë kandilin ndërkohë që ka diell të mjaftueshëm për të parë?" "Po kërkoj njeriu", thoshte Diogeni. Në kuptimin që po kërkoj njëri të ndershëm, po kërkoj njëri të drejtë, po kërkoj njëri të pakorruptuar. Dhe tha që unë nuk po e gjej dot këtë. Ky nuk ishte njëri i zakonshëm, ishte filozof, ishte dhe kishte ndërtuar një shkollë, ato shkolla që bënin gjithmonë këta filozofët e vjetër. Por njerëzit nuk e mbajnë mend fare për idetë e tija, edhe për shkollën. E mbajnë mend pikërisht për këtë kandilin dhe për këtë fjalë që ai tha. Dhe mendoj që kjo është një nga emblemat e mëdha për të treguar që shoqëria njerëzore deri në qelidh është rrënuar në korrupsion. Sot në Shqipëri, le të themi është e njëjta gjë. Kjo është e njëjta gjë në gjithë botën, por Shqipëri ka një intensitet jashtëzakonshëm, është ky tërmeti prej 7.7 ballësh që të shëmb, me fjalë. Dhe që ka dëpërtuar në gjitha qelizat e saj. Nuk është më fjalë korrupsioni në Shqipëri, por është kryefjalë. Është e përmendur edhe në kafenet më të humbur atë i fshatit të humbur e deri në parlament. Të gjithë flasin për korrupsionin. Në thelb korrupsioni, ashtu siç e quhin edhe latinët, ishte një lloj fllëqësie, ishte një lloj prishje. Dhe esenca e korrupsionit është prishja. Dhe neve, nëse do flasim sot për korrupsionin, do flasim pikërisht për këtë karakteristikë të tij kryesore që është prishja. Populli ka thënë të shumë thjesht që një dru i shtremet e prish të gjithë stivën e druve. Do nëse ti ke druj të drejtë, e kupton, dhe ka ndërtuar një harmoni, ka ndërtuar një paqë midis drujve të drejtë, aty një dru i shtremet mund ta prishi komplet gjithë të harmoni, ta prish rregullin, ti nuk di si ta stivozësh me këtë stivën e druve. E ka gjetur shumë bukur se tregon që e keqja, e prishura, e pa drejta, edhe sikur tjetë një qelizë mund të shkatërrojë komplet gjithë trupin, mund ta hedhë në erë gjithë trupin. Sepse ndodhte kundërta, nëse do kesh një stiv drush, e cila është e përbërë me drujnë të shtremët, dhe ti atje vendos një dru të drejtë, ajo nuk e rregullon stivën. Do stiva ri ashtu e prishur. Do ajo që se shtremët mund ta shkatërrojë harmoninë,
Po ajo që është drejt e ka të vështirë që ta rregullojë harmoninë. Dhe ndodh si në shoqërinë njerëzore që e keqja, korrupsioni, prishja, fllihësia është më shumë e përhapur se sa e drejta. Sado që ty në tokë të vinë profet, njerëz të mençur, njerëz të cilët të mësojnë disa rregulla loje të mira, të drejta, nuk e rregullon dot stivën njerëzore. Gjithmonë e kam menduar dhe më ka pëlqyer ky lloj krahasimimi. Por shpesh herë duke menduar për qeftim le të themi, kur njeriu fillon edhe livadis në trurin e tij, piktograma apo figura më që mund ta prezantojë më me korrupsionin është rrethi. Rrethi përbëhet nga qendra edhe nga periferia. Ti me i dorë të lirë ti nuk e ndërton kur rrethin. Rrethin do ta ndërtosh patjetër me kompast. Edhe kompasi ka dy këmbë. Njëra është premetali dhe këmba premetali e ka pikën fundore të tij gati në infinit, gati zero. Ndërsa nga ana tjetër është lapsi. Dhe ti kur e vendos në qendër këmbën premetali, gati ajo veç nëse bën në një pik, në një bëshllëk, por gati as duket. Çfarë duket? Duket periferia. Dhe qendra është e mbuluar, qendra është e papar. Ti qendrën nuk e shef dot. Prandaj edhe kur shef njeriu domthon rrethin, gjithmonë e ka krahasuar me Zotin, e ka krahasuar me Perëndin, e ka krahasuar me të plotën, me atë që nuk pjestohet, me atë që nuk prishet. Por, kur është me pikë dhe i shikohet qendra, atëherë në astrologji gjithmonë kanë quajtur si diell. Domethënë është drita, po jo drita e lartë fare, po është drita fizike, drita që duket, drita e diellit, domethënë. Pse e thash këtë? Ajo pika e vogël që për mendimin tim, domethënë ajo si dhe zero, ajo është një shpikje njeriu, se njeriu atë nuk e sheh. Momentin që ai kompasin nuk e sheh, vetëm se ka një rëndësi shumë të madhe. Atje është grumbulluar gjithë informacioni. Është po njëjta gjë siç ka ndodhur në fillimet e universit, kur ndodhi Big Bangu i madh, kur ishte një material ishte grumbulluar në një pikës, ai sa ç'është një proton, le të themi, dhe në një moment ai shpërtheu dhe u përhap dhe val ai krijoi, si më thon atë periferin prej lapsi që po tregoja për rrethin. Në qoftë se në qendër ishin të bashkuara, ishin në një gjendje kaotike, si pohimi, mojimi, plus minusi, femra, mashkulli, e mira, e keqja, pavarësisht që në univers e keqja dhe e mira nuk ekziston përveç se në botën e njerëzve, sepse universi nuk ka, si më thënë, po se shijove, nuk është as i bukur dhe as i shëmtuar, nuk është as i butë dhe as i egër. Por, për ta shpjeguar këtë logjik, ai u përhap. Dhe në momentin që ai u hap dhe shkoi në periferi, atëre këto që janë të kundërta, domethënë plus minusi, ran përballë njëra tjetrës. Domethënë ishin komplementare. E bukura dhe e shëmtuta, mashkulli, femra, pohimi, mojimi, domethënë u bën të dukshme. Ato jo se kur ishin në qendër nuk kishte një rregull, po kishin rregullin e qendrës. Rregullin e qendrës që neve akoma nuk e kuptojmë dot se si është. Ashtu si nuk kuptojmë dot kërcimin në fizikën kuantike të elektroneve, që shkojnë nga një cep ke tjetri. Me këtë doja të tregoja që në momentin kur ti e materializon një gjë, aty fillon prishja. Dhe universi nuk i shpëton dot prishjes, ose asaj që quhet korrupsion. Domethënë çdo gjë korruptohet, sepse bie në botën materiale. Dhe por në botën materiale ty të fillon jeta, por mbas disa hapash do të fillojë edhe vdekja. Këto lloj hapash për njeriu mund të jenë deri 120 vjet, me ekstremi. Mund të ketë, nuk e di, për një pemë mund të jetë 600 vjet, për një breshk mund të jetë 300 vjet, për një flutur mund 24 orë. Por rëndësia ka që në momentin që ti dind, ti me njerë e ke damkën e vdekjes, damkën e prishjes, damkën e korrupsionit, me fjalë. Dhe kështu i bie që gjithë universi në thonjza është i korruptuar, sepse ka rënë në botën materiale. Ajo e cila nuk ishte vdekje kur ishte në qendër. Pavarësisht mendimet sot që flasin që ka pas disa univers, nuk ka qenë vetëm një plasje, le të themi. Kjo të kujton dhe atë legjendën e Kronit, i cili është, si më thënë, perëndia i kohës, është koha vet, i cili hante fëmijët e vet. Domethënë të gjithë fëmijët që e shoqja vet lindte, ky i hante.
E kupton? Dhe erdhi një moment që shoja ja punoi, kur ishte i deur, mori një gur, e mshtolli me shpërgëj, dhe ja dha dhe i tha, ha edhe këtë fëmijën e fundit. E kupton? Kjo shpëtoi Zeusin në atë. Mi për shumë interesante se si guri mund ta fiksoj kohën. Dhe ti po ti shohësh, pjesa më e madhe e universit, kudo që ti shkosh ti do jesh gur. Është si më thënë materiali më i zakonshëm që mund ta gjesh kudo, ose në formën e rërës, ose në formën e shkëmbive të mëdhej. Dhe është shumë interesante, këtë e them për kuriozitet, se si Einsteini që u mor me kohën edhe me hapësirën, quhet Einstein, domethënë një gur. Domethënë si një shaka, si më thënë. Rubinsteini, që është një nga pianistët më të mëdhej, është gur Rubini, ka të bëjë me bukurinë, e kupton? Po këtë thash thjesht për ta thënë. Kjo historia e Kronit është një histori shumë e rëndësishme, sepse Zeusi pastaj detyroi Kronin që t'i villte të gjithë vëllezërit dhe motrat e tij dhe u vendos rregullin në botë, le të themi. A ka metale të pakorruptueshme në botë, apo a ka një objekt që është i pakorruptueshëm në botë? Po, është ari. Ari nuk korruptohet. Ari, nëse ti e merr dhe e fut dhe në ujë dhe lë me vite të tëra, ti kur e nxjerr, ari nuk është i ndryshkur. Nëse ti e fut hekurin mbas disa kohësh fillon të ndryshket. Po është shumë interesante se si të gjitha metalet janë ar në thelbin e tyre, po janë ar i smur. Është si puna e njeriut, që trupi i njeriut, për shembull, është shumë i fuqishëm, është ar, është diell, është i bukur, e kupton, po kur smuret me temperaturë që vjen rënkon, kollitet, djersitet, nuk vjen terman, ai është ar, po është ar i smur, është hekur, është ç'a dush. Dhe ari kështu e ka konsideruar, domethënë si metalin e shëndetshëm. Prandaj dhe alkimistët janë marrë shumë me arin. Se ata thonë, ashtu, çdo gjë mund është ar, po, atëherë ne çdo gjë mund ta kryejmë në ar. Po si, do jemi një gur që quhet guri filozofal, guri filozofik. Sigurisht ai kanë quajtur sharlatan, nga të gjitha anët janë tallur. Shumë kimistë janë tallur me alkimistët, po mos harrojmë që një nga alkimistët më të mëdhej është vetë Newtoni, i cili është një nga fizikanët, është një nga mendjet më të ndritura të njerëzimit. Dhe Newtoni rinte gjithë natën, e kupton, bilës me muaj të tëra që merresh me alkimin për të gjetur pikërisht të gur filozofal. Kjo nuk është problemi se ai donte të bëhej i pasur, apo këta alkimistët duan të bëhen të pasur, po duan të ndërtojnë që një botë e cila është e korruptuar mund të çkorruptohet. Një dru i cili është i shtremët mund të drejtohet. Një shpirt i cili është i papastër mund të pastrohet. Ata në këtë mënyrë donin të kalonin botën materiale për ta pastruar, jo thjesht për t'u pasuruar. Është një legjend për mbretin Mida, i cili kishte shumë dëshirë që çdo gjë ta kishte për ari dhe Perëndi t'ia plotësuan qefin. Dhe ky çdo gjë që e prekte bëhej ar. Dhe nuk hante dot më, sepse kapte bukën i bëhej për ari, kapte pirunin i bëhej ar, kapte pjatin i bëhej ar. Çdo kënd që prekte i bëhet ar. Domethënë edhe perfeksioni nuk ka vend në këtë botë materiale. E kupton? Duhet ai gabimi, duhet ai toleranca e gabimit, që quhet fëlliqje, edhe që quhet të prishje, që quhet korrupsion. Kjo historia e arit është shumë interesante sepse njerëzit sot për shembull nëpër banga, shtetet kur janë të fuqishme kanë kallëp prej ari. Njerëzit e masin fuqinë e tyre me arin. Femrat kur zbukurohen me argjend, po kryesisht me ar, që mbajnë vëthe, mbajnë bisylyqe, që mbajnë kolana, të varura në qafë, që mbajnë unaza prej ari, sepse është i pakorruptueshëm. Por është interesante se si materiali i arit është materiali më i butë, është i thyeshëm. Por ari ka një karakteristikë shumë fuqishme. Është përcjellësi më i mirë i nxehtësisë, edhe është përcjellësi më i mirë i elektricitetit. Është ajo që përdoret më shpesh sot në shkencën mikro, kur ndërtojnë, kur flitet për mikrobiologjinë, apo për shumë fusha të tjera të shkencës. Materialet të cilët bëhen për ari janë shumë rezistent. Por në një periudhë të largët, meqense ari që nga
metali më i dobët, ti nuk mund të ndërtosh një shpatë prej arit sepse ajo thyej kollaj. Do është një shpatë për bronzi e për hekuri, e cila mund të rezistojë. Dikur, për shumë kur flitet për një periudhë të kaluar të njerëzimit në errësirë dhe sa e thella, kur njerëzimi ishte në pozicionin e arit, ari përdoi pikërisht për teknologjinë e lartë. Por njerëzit, më vonë, nuk e kuptuan këtë dhe e morën tamam si një gjë të vdekur, si një mumje, dhe konsideruan thjesht si një gjë të bukur. Se ari është i bukur, por atë funksion që ka pas dhe po të shohësh zbulimet arkeologjike, ti mund të shohësh edhe shumë objekte të cilat ti nuk i kupton sot, sepse janë dashur në atë kohë. Dhe ti habitesh e thua, po si ka mundësi një njeri me bisht mund të ketë këtë objekt, i cili është një objekt i teknologjisë lartë? Është e vërtet kjo ka ndodhur. Sepse neve i mësuar që në histori gjithë raca njerëzore këtë kaluar në disa periudha, por tre ato më të mëdhajat janë që ne kemi që në periudhën e bronzit, në periudhën e argjendit, edhe njeriu shkon në periudhën e arit, që njeriu shkon në nivelin e tij më të lartë. Në fakt, shkenca okulte, shkenca e fshetë, shkenca mistike tregon që njeriu ka ekzistuar në fillim në periudhën e artë, pastaj ra në periudhën e argjend, dhe pastaj ra në periudhën e bronzit, periudhën e hekurit, periudhën e luftrave të mëdha, si më thënë. Dhe kjo është shumë e vërtetë sepse në ato periudha kanë ekzistuar mbretërit e mëdhej. Dhe mbretërit jo më kot i kanë quajtur prej ari, kanë quajtur fëmijët e diellit, se kanë qenë të pakorruptueshëm, mbretërit e parë. Dhe në shkrimet e lashta tregohet që mbretërit e parë kanë qenë ata që zbritën nga yjet. Pastaj ato që njerëzit pastaj me keq interpretim i quajtur perëndi. Pastaj më vonë mbretëruan, si më thënë, gjysmë perëndit, që ishte bashkimi i mbretërve në që erdhën edhe me njerëzit e tokës, edhe pastaj mbretërit e tokës. Dhe gjithmonë vinte edhe bëhej korrupsioni bëhej gjithmonë më i lartë. Edhe ti po të shohësh, ti nuk mund ta gjesh në një pallat mbretëror që mund të thua që po, ky mbretër është i drejtë. Absolutisht. Edhe atje gjen një fëllësi apo një prishje apo një korrupsion shumë të lartë deri në qelizë të saj. Po thua, po mirë, po pse atëre mbretin e ka qytur kështu? Sepse mbretërit e parë, kur erdhën për të drejtuar, si më thënë, shoqërinë njerëzore, sipas mendimit apokrif, erdhën dhe bënin tre funksione tyre të rëndësishme. Njëri nga funksionet ka qenë që bënin ligjet, një tjetër që zbatonin ligjet dhe një tjetër që ishin udhëheqësit shpirtëror, do të ishin priftërinë të mëdhej të njerëzimit. Më vonë këto u ndanë. Ka ndodhur bie fjala edhe një herë kur kemi bërë një emision bashkë, kanë treguar për mitin e labirintit, sepse ato janë, si më thënë, legjenda apo historira apo të treguara arketipale që kanë një rrezatim shumë të fuqishëm dhe mund t'i fusë në gjitha bisedat. Tregohet për shembull që ky Poseidoni, mbreti perëndia i ujrave, oqeaneve, i detrave, i fali një dem të bardhë Minosit, mbretit të Kretës. Edhe i tha, merre këtë demin dhe sakrifikoje. Dhe ky nuk e sakrifikoi. Po Minosi ka qenë një nga mbretërit më të drejtë, mbretërit e parë më të drejtë, dhe ky nuk e sakrifikoi dhe tha, pse do ta therr unë këtë demin që kam, ky dem i mrekullueshëm, ky është si vepër arti, ky është si muzikë. Unë këtë pa mbaj, edhe po therë, për nder të perëndisë Poseidon, po therë një nga demat e mi të stallave të mia. Ky ishte gabimi i parë, ky ishte rënë në korrupsion. E ndroi, prishi paktin, si më thënë. E dyta, se si merret haku pasaj. Në gruaj e këtij, ajo pasifaja, ndërtoi një vegën me anë të dedalit se nuk po e zgjat shumë dhe u mbars me demin e bardhë dhe lindi Minotaurin. E pastaj është ajo historia që njerëzit po duan të hyjnë në internet edhe ta shohin, po është një histori më të bukura. Domethënë, ai bëri dy korrupsione të mëdha, si njëri drejt që ishte fillimisht. I prishi marrveshjen me këtë perëndi dhe e fshehu në labirint. Ai nuk doli që t'i thoshte popullit vetë që unë kam bërë një gabim ndaj perëndisë, e do të thonë neve që mos të dënohemi,
E kupton? Unë t'ja tregonte, do që ta pastronte, do të bënte një lloj rrëfimi, do që populli të ishte një lloj prifti ose një lloj psikologu ky të rrëfej. Por ky nuk e bëri edhe këtë dhe më çeu djalin e gruas vet, që ishte me kokë demi dhe me trup kafshë, do që ishte instikti total, edhe e mbylli në labirint. Kështu që në këtë mënyrë, po ti shohësh të gjithë këto historitë e vjetra që tregohen, në këtë mënyrë ka filluar që shoqëria njerëzore të bie, të korruptohet. Dhe kështu janë korruptuar, si më thënë, pa përjashtim të gjithë. Edhe po ti shohësh të gjithë janë si më thënë, rreziku i korrupsionit, rreziku i prishjes, ose i kësaj fëllishjeje është mbrapa derës. E kanë të gjithë, janë të gjithë të rrezikuar. Bie fjala, kur do herë flasim që njeriu përbëhet në ato autostradat e tij, nga trupi dhe nga shpirti. Shpirti është i korruptuar. Korruptohet kollaj, prishet kollaj. Po shpirtin e kemi në dorë. Do mund ta prishim apo mund mos ta prishim shpirtin tonë. Dhe prandaj luftohet shumë. E kupton që njerëzit të zgjohen, njerëz që janë të ndershëm, njerëz të kenë një raporte harmonike edhe me të largëtin, edhe me të afërtin, edhe me mikun, edhe me armikun. Do sipas le të themi kristianizmit, e kupton që thotë ta duash tjetrin siç e do ti veten tënde. Kështu që trupi është i garantuar që do korruptohet. Derisa neve plakemi, trupi janë shkon drejt vdekjes. Është shumë interesante për shkakun ta mendosh që trupi fillon ka dhe rigjerimet e veta, si më thon siç është mëlçia. Nëse dikush pin shumë alkol dhe po ta lër alkolin, pas disa kohësh mëlçia është e rigjeneruar. E kupton? Ose lëkura e njeriu. Lëkura e njeriu i ndron ato qelizet e veta një herë në 28 ditë. Dhe është shumë interesante se si koincidon me menstruacionin e femrës edhe me fazat e hënës. Është shumë e lidhur dhe neve çdo 28 ditë jemi pothuajse njerëz të ri. Dhe kjo ndërtohet derisa vjen ajo pjesa e telomerit, të qelizit të kromozomit, fillon dhe harxhohet edhe ty pastaj të shkurtohet jeta në mënyrë natyrale duke përjashtuar aksidentet. Ty shkurtohet jeta pastaj në mënyrë natyrale. Po shpirti në thonjza ka telomerin e vet. Ti duhet bësh përpjekje të mëdha që mos ta korruptosh shpirtin tënd. Se neve mund ta konsiderojmë korrupsionin shumë të thjeshtë, që ti shkon për të kryer një punë në një zyrë, ti ke një person aty që në mënyrë direkte dhe indirekte e ke zgjedhur që të bëjë atë punë, ai e para të pengon, e dyta kur ta kryen punën ai të merr lek. Do korruptohet. Ose shkëmbim në natyrë, siç ka ndodhur të maskaralliqe në përzyrat e ndonjë zyrtari, le themi. Do të thënë ruajtja e shpirtit është shumë e rëndësishme dhe neve që në kopëshe edhe në përshkolla kur kur fillojmë dhe rritemi, neve pikërisht të na mësojnë domosdoshmë që të jemi njerëz të pastër, të paktën. Po në memorien e njeriut ka edhe vende ku ka qenë të pastra, ku ka qenë vende të pakorruptuara. Parajsën për shembull. Ato të cilën në Mesopotami e qunin para era Deisha, që e kanë qytur parajs, që e kanë qytur paradizo. Dhe shumë interesante që parashtesa para, që do të thotë, që është e parë, sigurisht që kuptohet, është vetëm gjuhën shqipe, nuk e gjen. Siç është edhe parapsikologjia ose paranojak. Do për të treguar një gjë e cila është arkaike, e cila është përpara neve e kemi të mbjellë në gjuhën tonë. Dhe ka qenë një periudhë që pa e zgjatur shumë se njerëzit e dinë, ka qenë një periudhë e pastër, ka qenë një kopësht i mrekullueshëm, një kopësht i lulëzuar, ku njeriu i parë edhe gruaja e tij që kishte dalë pikërisht nëpërmjet inxhinierisë genetike, po nga ky, e kupton, nga klonimi që i është bërë këtij, mund të hanin, mund të pinin dhe mund të rinin ashtu dhe mund të bisedonin me Perëndin pa problem, po citoj tekstin, si më thënë, pa bërë interpretimin tim. Dhe gjithmonë njerëzit e kanë konsideruar domosdoshmë që kjo ishte një pjesë shumë e rëndësishme edhe jetës tonë sot, jetës tonë korruptuar, se neve kur duhet marrim një pikë referimi, ato kujtojmë. Bile si po të shikosh në shtëpiat tona ne kemi mbajmë qilimin, sidomos në botën muslimane, mbajmë qilimin, e cila është e lulëzuar dhe me lule, ka dhe kafshë etj. Pse? Në kujtim të parajsës. Domthon njeriu e kujton në mënyrë
simbolike parajse nëpërmjet qëllimit. Pra në njerëzit, kur ti hyn në dikur, kur hyn në përshpia të njëri tjetrit dhe kur shkeni me qëllimin, ai thoshte, lëri këpucët atje, hiqi këpucët, mos hyr se bën pis. Edhe nga balta, po nuk është problemi se bënte pis nga balta, bënte pis se ti mund të sillje gjithë pisë kur korrupsionin e botës jashtme. Është po e gjë që ndodh tek muslimanët që kur falen, vën një robë, sepse do të ndajnë botën e korruptuar. Jo se aty është balt, se aty mund të jetë bar, mund të jetë cimento, mund të jetë mermer. Po, vën atë për të ndarë nga bota e korruptuar, e cila mund të jetë edhe ke mermeri, mund të jetë ke bari, mund të jetë ke balta dhe ke një tokë me humus që bie erë. Ose për shembull kur hyn ata në xhami, heqin këpucët, i lën këpucët jashtë. Sepse këpucët kanë kontakt, është një lloj izolatori. Ai që bëjmë neve kur e prekim për shembull një tel korrenti të zhveshur, neve e lidhemi, e izolojmë atë, vendosim një izolator që mos ta kapi korrenti. Sepse ti duhet të ndahesh, si më thënë. Edhe kjo është ndarja pasaj. Ashtu siç thash që korrupsioni është ndyrja. E kupton dhe që ty mos të funksionojë një ndyrja, ti duhet ndahesh pikërisht nga kjo botë e konsumuar, si më thënë. Njerëzit pretendojnë për shembull që të krijojnë ringjalljen e tyre, prandaj ka dhe shumë personazhe të cilët duke e parë trupin e tyre që po konsumohet edhe si me thënë që po prishet apo po korruptohet, këta marrin qeliza staminale dhe i fusin nëpër banka. Qeliza staminale që i nxjerrin nga kreshta iliake, atë që i kanë bërë Adamit dikur, dhe këta thonë që në një tarme, për shembull, kur ata do kenë nevojë, për shembull, për një zemër të mirë, apo për një mëlçi të mirë, apo për një mushkëri të mirë, me ADN-n e tyre, me ato qeliza, pas nesër shkenca do ta bëjë që t'i krijojë këto. Ka filluar sot. Ka ndodhur kjo gjë, unë nuk di, e kam parë në një dokumentar për botën e largme në Japoni apo në Kinë, nuk e mbaj mend, që e ndërtojnë këtë, kanë filluar që ta ndërtojnë. Domethënë, jo më kot, prandaj ka dhe shumë persona të cilët nuk duan të digjen në fund fare, sepse zjarri të merret të fshin, e kupton? Se thonë le të jetë kocka, se nuk i dihet, se nga kjo kockë mund të merret një copës edhe mund të rindërtojmë edhe unë një herë. Këto sot janë fantazira, sigurisht, janë gjëra për të qeshur dhe janë shumë të shijshme për t'i dëgjuar ne. Por këtë korrupsionin dhe antikorrupsionin apo këtë shpëtimin e shpirtit ti e gjen pastaj për gjithë në kisha në xhamia, prifti hoxha gjithë për këtë të flasin. Për një botë korruptuar, ku ti duhet të dash, e kupton, dhe duhet të bësh një person i drejtë, një person i mirë, një person me një harmoni ku ti je sinkron me shpirtin e Zotit. Por nuk janë vetëm këto, bie fjala ka edhe popujt e tjerë, po të shkoje për shembull në kohën e Romës, kur luftonin dhe vriteshin luftarët, ata thonin, po le të vdes. Nuk thosh se po vdes për atë dheun, dakord, edhe për atë ishte, po shpirti im, trupi im do shkojë tek ke fushat e Leuzine. Sepse atje është vendi luftarëve. Ose për shembull popujt gjermanik, kur vriteshin ata kishin një kënaqësi shumë të madhe se thonin do shkojnë në Valhalla. Që ishte po si një gjë që janë në parajsës, atë gjë që bëjnë kamikazët të cilët e hedhin veten në erë, e thonë që sido që ti do shkoj pranë Allahut edhe do kem 99 virgjeresha që do më bëjnë fresk, si më thënë. Po pa depërtuar shumë dua të them edhe disa gjëra të cilët na janë të shfaqur tek shkrimet e vjetra dhe të reja. Ti po të shohësh të gjithë letërsinë, gjithë librat e historisë, ato që kanë mbetur nga librat e vjetër, ato që quhen të shenjtë, të gjitha flasin për korrupsionin. Shumë interesante, është krye tema, prandaj thash, është krye fjalë, sepse duke qenë, si më thon, nukli i universit, që shkon drejt shkatrimit, si më thon, drejt korruptimit, e kupton? Nuk ka mundësi që t'i shpëtoj. Njeriu dashje pa dashje e tregon atë gjë. Një nga librat më të famshëm, ose 2 libra mund të sugjeroj njëve që mund dëgjojnë, që mund lexojnë janë libri i Enokut, i cili është përkthyer edhe në shqip, dhe libri i humbur i Enkit. Ka dhe shumë libra tjera, që Atrahazi, etj, domethënë që janë në gjuhën e tyre asiro-babilonësve. Por kjo është interesante sepse
këtë bëj me origjinën e korrupsionit. Sigurisht, ne duken sot legjenda, janë kështu gjëra të cilat të thuan për qartë, kur i ideor, le themi, por është e shkruar e zezë në të bardhë në diturinë më të vjetër që neve trashëgojmë sot. Ky Enoku është një personazh shumë i rëndësishëm, është një nga stërgjyshët e Noes. Stërgjyshi Noes, le themi. Por ky në Bibël përmendet për është një pasazh shumë i shkurtër. Domethënë se si Enoku fliste me Perëndin dhe iku tek Perëndit. Po ka librin e tij apokrif që disa nuk e di, mund të shkojë edhe 80 faqe, 100 faqe që mund ta lexosh. Edhe flitet për një personazh i cili i diktohet historia e njerëzimit. Edhe ky thot, po i bie shumë shkurt, që në një të kaluar shumë të largët, këtu në tokë zbritën disa personazhe, siç i quajnë në të gjithë botën, i quajnë bijtë e yjeve, që erdhën nga yjet. Sot njerëzit mund t'i quajnë kosmonaut, sot i quajnë UFO, mund t'i quajnë çfarë duash, po më tregoj librin. Zbritën nga yjet dhe ishin njerëzit të cilët kontrollonin jetën në tokë. Ata nuk do ndërhynin në tokë. Ata vetëm do ta kontrollonin, do ta shifnin, do ta survejonin, e kupton që mos ndodhte shkatrimi i madh. I njeriu të cilën e kishte krijuar vetë nëpërmjet inxhinierisë genetike. Po vajzat e njeriu filluan të shtoheshin, edhe ishin shumë të bukura. Edhe në Bibël e ke këtë, në fillim e fare, ku thotë që këta i pan vajzat e njeriu dhe u bashkuan me to dhe prej tyre lindën heronjt. Po këta, ky e tregon më gjatë, Enoku tek libri i tij apokrif. Ky tregon se si këta ishin omblodhën 200 veta, omblodhën një mal. E mblodhi ky mali dhe kishte një kryetar, ky që Semiaza. Është interesant dhe emrat i kanë shumë bukur. Ky Semiaza dhe i tha, "Shikoni të bëjmë një pakt tha. Ne vërtet jemi larguar nga planeti on, e kupton? Ata që quhen angjëjt e rënë, por ne do martohemi me vajzat e njeriu, se janë shumë bukura. Do i marrim për gra. Por nuk do ta tradhtojmë njëri tjetrin." Edhe kështu ndodhi. U martuan me vajzat e njeriu dhe lindën ata që quhen Nefilim. Në Bibël e ke Nefilim që përkthehet gabimisht gjigantët. Ai nuk do thot gjigantët. Ata ishin njerëzit e fillimit. Nuk e di sa është e vërtet, po koncidon, e kupton me gjuhën tonë. Dhe këta ishin personazhe të shumë të fuqishëm, njerëz të shumë të mëdhenj, ishin shumë të ashpër. Ashtu si Ciklopi, tek po të lexosh Odisen, ishin shumë të ashpër, po filluan që ta konsumojnë tokën, filluan të konsumojnë të gjitha ushqimet. Do erdhi një moment që fillonin që të hanin edhe njerëzit, fillonin që të kërkonin gjak, filluan dhe luftën me njëri tjetrin. Po nuk ishte kjo, vetëm ky rënë në korrupsion, sepse ky ishte i korrupsioni i parë ishte që u martuan me vajzat e njeriu sepse ishte ndaluar. Si më thon, ashtu siç ndalohet bie fjala që trashëgimtari i mbretit të marrë një lypsare ta fusin në pallatin mbretëror. Asnjëri ta pranon atë gjë. E kupton? Po e njëjta gjë, domthon këta personazhe nuk duhet martoheshin me fëmijët, sepse me njerëzit, me fëmijët e njeriu sepse ishin ishin në një stad gati kafshërie, e kupton? Këta u martuan, këta e bën atë gabim, ne themi, dhe kjo quhet një nga korrupsionet e para të tyre, por çfarë ishte më kryesorja? Dhe kjo është shumë interesante dhe shumë e bukur. Filluan të mësojnë njerëzve shkencën dhe artin. Dhe kjo është shumë e fortë. Atë gjë që ka bërë dhe Prometheu, domthon kur i solli njerëzve këtë zjarrin. Dhe një nga personazhet më të fortë të këtyre ishte Azazel. Ishte gati më i fuqishëm se ai personazhi i parë Semiaza. Ky Azazeli, të gjithë këta i mësuan njeriu të lloje të ndryshme. Bie fjalë Azazeli mësoi metalurgjin. I mësoi po ta lexosh librin është interesant detajet që aty jep. I mësoi metalurgjin, i mësoi si mund të prodhohet thika, si mund të përdoj shpata, por nga thika dhe shpata filloi lufta. Njeriu filloi të hynte në një periudhë shumë të ashpër, filluan që të luftonin njëri tjetrin. Dikush tjetër që s'ja mbaj mend emrin, u mësoi si të mbillen fusha. Një tjetër i mësoi magjinë e zezë, jo magjinë e zezë, më fal. Një tjetër i mësonte si të dalësh nga magjia. Një tjetër i mësonte astrologjin.
dikush i mësonte një tjetër, i mësonte se si janë të renditura planetet, si janë planetet, si vinë vërdall njëri tjetër, sa të mëdhenj, sa të vegjël janë, të banueshëm, të pabanueshëm. Domethënë njeriu filloi u bë me dituri. Është tamam ajo që ndodhi në parajs kur Eva me Adami prekën pemën e të mirës e të keqes. Do prekën pemën e shkencës, prekën atomin, prekën qelizën, filluan të hynë të depërtonin shumë thellë dhe mbas asaj do fillon se bën korruptimi, sepse ishin akoma të paformuar dhe nuk dinin të mbanin qëndrim. Atë gjë që unë kam thënë shpesh herë që përdorim dhe në njerëzit të modern sot që neve kemi dhe bomba atomike që mund ta çajnë tokën si portokall, por kemi dhe centrale bërthamore që të bëjnë dritë. E kupton? Ne jemi dhe ke zona e rrezikut dhe ke zona e dritës madhe, si më thënë. Këtë gjë bën. Por çfarë su lejuan këta? Këta nuk lejuan të prekin pemën e jetës. Doon atje ku bëj jetë gjatësia e njerëzve. Atë të cilën e gëzonin vetëm perëndit, apo vetëm këta që ishin le të themi të ardhur. Nuk ishin të përjetshëm, po kishin një jetë gjatësi shumë të madhe. Mund të jetonin edhe 3000 vjet, mund të jetonin edhe 4000 vjet. Do thuar po mirë, çdo thotë kjo. Kjo do thot ai ndryshimi i madh që ekziston midis një breshke 300 vjeçare edhe një flutër 24 minutëshe. ADN-n pothuajse kanë njësoj, se nga Big Bangu i parë dolën, janë e njëjta gjë. Neve atje këtë gjë e pranojmë, por mos harrojmë se në një nga perandira në Abidos, më duket në Egjipt, janë të rreshtuar të gjithë këta mbretërit e mëdhenj para faraonik. Jo këta që kanë ekzistuar 3000 vjet përpara, po ata që kanë qenë vite shumë larg. Bie fjala, kjo zbritje që unë po të tregoja deri tash për këta njerëz që erdhën dhe u korruptuan, si më thënë, njerëzimin, veten e tyre dhe njerëzimin, janë 450.000 vjet përpara, kur kanë zbritur. E kanë në libër të shkruar, e kupton ky personazhi. Dhe po të ketë gënjur, po ju gënjej edhe unë këtu. Pastaj ndodhi përmbytja. Sepse thanë ta fshirun këtë njerëzim të korruptuar, të ndërtoi një njerëzim të ri dhe mori një qeliz nga ky njerëzim. Mori Noen me familjen e tij, ata 3 djemtë vet me Kamin Japetin dhe këtë bota ebraike Semin, botës semitike, dhe mori nga një çift për çdo kafsh. Po nuk po e trajtoj këtë gjë, e kupton? Dhe ndodhi ajo që ndodhi, domthonë bota rifilloi edhe një herë nga fillimi, sipas shkrimeve, pa interpretimin tim. Dhe pastaj ndodhi kjo, që ishte një nga aktet më të mëdha, domethënë, që është përsëritur her pas here. Kështu që kjo ishte një nga momentet ashtu siç rigjenerohet lëkura e njeriut, kështu rigjenerua edhe njerëzimi mbas Noes. Aty ka dhe historira të tjera, siç është shkulla e Babelit, bie fjala. Doon që njerëzit merreshin vesh me njëri tjetrin, po dhe i shkojnë mendja që të shkonin edhe ata lart, doon të ngrihesh në një nivel tjetër. E ndërtuan një kull. Dhe ta ç'a bën? Ja prishën gjuhët. Nga një gjuhë që ishte, i bën shumë gjuhë, që mos merrin vesh. Edhe kur i thonin njëri tjetrit, për shembull, mos i Çikovën, ai sillte llaç. Ora mësit mistrin, ai sillte kazën. Doon ta s'po merreshin vesh me njëri tjetrin më. Dhe ashtu u prish, e lanë braktisën dhe u shpërndan. Thuhet në të gjithë botën, e secili mori gjuhën e vet, nga kjo bërtham, nga kjo Big Bang, e kupton, gjuhësor, secili mori le të themi gjuhën e vet. Por e gjitha vjen gjithmonë mbas një korrupsioni. Mbas një korrupsioni mblidhen për ta ridimensionuar edhe një herë veten e tyre, mi po si duket njeriu nuk po gjen qetësi. Po ti ashtu, po të shosh edhe sot, po të hysh ke letërsia sot, ti ke korrupsioni shtetëror, bie fjala ke Konti Monte Cristo, Dumas, ti ke Edmond Dantesin, i cili Terziu ditën që po martoi, e morën dhe e futën në burg, e çuan Kështjellën e Ifit. Pse? Nga korrupsioni i prokurorit. Ai dhe i prokurori ishte djalë shumë i mirë. Ishte prokurori i një qyteti, i Marsejes.
E kupton, më vonë u bë prokurori i mbretit. Dhe ai po fejoja të di që ky po martohej. Dhe në momentin që ky i tha, po mirë, domthon ti kujtoj që mendoj që ishte bashkëpunëtor nga një letër anonime, mendoj që ishte bashkëpunëtori Napoleon Bonapartit për tu ikur nga ishulli i Elbës. E tha, po mirë, ti shkon në shtëpi, tha, po më thuaj këtë letër kujt do t'ja jepje? Nuk e di, tha, do t'ja jepje një person që quhen Noirtier. Noirtier ishte babai i këtij Vilforit. Mi po ky duke qenë një shtetar, e kupton? Një ta marrë ta fut, ja mbylli gojën, si më thënë. Domethënë aty filloi korrupsioni i këtij. Ai u korruptua si shpirt, u korruptua në profesionin e vet. E kupton se ti ta marrësh një njeri, e ta çosh atje me pa të drejtë, po nuk është shaka, e mbylli 14 vjet. 14 vjet në Kështjellën e Ifit, atje në Errësirë, pavarësisht që ky pastaj mori hak. E kupton, kur ju ftof koka mbas një 10 vjetësh mbas u aratis nga Kështjella e Ifit, pa i prishi jetën. Ky dashuronte Mercedesin, e donte shumë, vdiste për Mercedesin, e kupton? Atje pastaj në burg ai mësoi shumë gjëra nga atë faria, po pa e zgjatur më shumë. Po unë do t'i thoja njerëzve që na dëgjojnë, do të këshilloja të lexonin një copës nga libri Vllezi Karamazov i Dostojevskit. Aty është një copës e cila është si apandisit, edhe mund tjetë, edhe mund të heqë, se nuk i prish punë librit. Ajo si një pernë veta, dhe quhet inkuzitori i madh. Dhe aty është maksimumi, le të themi maksimumi i korrupsionit. Në një qytet të Spanjës, në Sevilla, më duket, vjen Krishti, zbret Krishti, me sjetë. Edhe aty ishte një shesh ku vriteshin, po digjeshin turën e druve heretikët. Njerëzit cilët mendoshin që nuk e donin Krishtin, po ishin të lidhur me djallin. Me hire, me pajiri, merrni diqnin dhe njerëzit bënin qef, ashtu siç ndodhte në Francë kur i prisin kokën në giotin. Kur vjen Krishti, njerëzit u kthyen dhe e panë, ky ishte i heshtur dhe thanë, erdhi Zoti. Po të kërkonin, tërë jetën të kishin kërkuar. Në atë moment vjen një grua dhe i shkëputet dhe thotë, të lutem më shërojnë çik vajzën se më ka vdekur. Edhe i kujtohet pra ajo pjesa ku dikur ky kishte shëruar një vajzë, sipas ungjillit. Dhe ky pashtu po të një veprim bëri, e kapi atë, i vuri dorën në kokë dhe tha Talitha kumi. Jetë tash ti, zgjohu, jenë jetë, si më thënë. Mirë, po në atë moment, u zgjua vajza, kishte një lule në dorë shkretë, se po shkonte në varr. Ai vajzë e vogël, 8 vjeç, 9 vjeç sa ishte, 6 vjeç. Në atë kohë del inkuzitori i madh, dhe gjithë populli i bëri në Iran, në gjunjë, si më thënë. Dhe ky e pa këtë dhe tha, merreni arrestojeni, dhe arrestoi Krishtin dhe e futin në burg. Ky që mbronte doktrinën e Krishtit. Dhe në darkë, dhe populli asnjëri nuk foli, asnjëri nuk e mbrojti, sepse nga dashuria dhe frika zgjodhen frikën. Dhe në darkë i shkon Krishti dhe thot, ti e thot, po pse ka ardhur? Çfarë do që ka ardhur? Do ti çka ke thënë që thënë gjitha? Çfarë do thuash në një gjë të re? Dhe neve doktrinën tënde po ndjekim, po në një mënyrë tjetër aman. Se kur të erdhi ty djallin shkretir dhe tha, ti mund të bësh 1, 2, 3 dhe të provokoj, ti nuk pranove, se ishe mendje madh, edhe nglite veten sikur ti ishe ti Zoti në tokë. Në fakt njerëzit nuk kërkojnë lirin, e duan lirin. E duan atë bukën qellore, po njerëzve u intereson një buka toksore, ta duan të mbushin barkun, ta duan të hanë. E kupton? Ti po i diktoj atyre këtë lirin qellore, njerëzit vërtet janë rebela. Po njerëzit me rebelizmin e tyre nuk shkojnë askund. Nuk din ta përdorin lirin. Dhe këta bëhen servila dhe bëhen sklever, e duan patjetër të kenë njëri në krye që ti udhëheqi. Është maksimumi i korrupsionit. Ky ishte maksimumi i korrupsionit. Do ti në vend ka njerëz që kanë sakrifikuar për lirin. Ka njerëz që kanë sakrifikuar jo vetëm për lirin fizike të vendit, e kupton? Por kanë edhe lirin fizike dhe shpirtërore të individit. Edhe ky, teksti është një tekst i jashtëzakonshëm, unë s'pa zgjas shumë, se s'ka pse ta zgjas, dhe në fund i tha, e sheva sheshin atje do digjesh nesër. Inkuzitori i madh do digjte Krishti me fjalë. Dhe e pa kështu sy,
edhe Krishti, tha, çfarë më thua që tha, Krishti ju afrua dhe puthin buzë. Ati që bëri Juda në kopshin e Getsemanit, kur arrestuan Krishtin. Ky u trondit. E tha, e di që do bësh ti tash ik, edhe mos hajde më kur këtu, kur. Edhe Krishti, thot ai, u zhduk në qytetin, në errësirën e qytetit. Një kre vepër, do në trita që zhduke në errësirë. Dhe inkuzitori, jo se jedi keq, po ishte këmbëngulës në mendimin e vetë. Po përfitoro kjo lloj përplasje, do të çfarë. Sigurisht, korrupsioni i madh ka qenë edhe në kohën e Krishtit kur ato e kryqëzuan e tjera, se kryqëzuan njeriu me të drejtë pra. Por kjo është shumë e fortë që ti mbasi je stagjonuar 2000 vjet, mbasi ti ke vrarë shumë njerëz, i ke qenë të heretik, me mirë gra ka shkuar, sidomos gra, edhe burra, me mirë dhe ti domon gjithmonë shkon në kishë, bën kryqin, thur lavde për Zotin, ti ças bën kur vjen puna, ai e merr dhe thot unë ty do të ndjek nesër. Shumë e fortë. Kjo ndodh edhe me shpirtin ton, edhe ne vetë jemi inkuzitori madh kur i flasim vetes son. E këton, e djegin vetën ton, për bukën qellore, ne ndrojmë me bukën toksore, si me thënë. E ndrojmë ato monedën, e këton që thaj, çai takon Qezarit, takon Qezarit. E këton, edhe neve ndrojmë me këto lekët tona që janë të korruptuar dhe me mikrobe, sepse shkallojnë dorë në dorë. Por kështu, ti edhe për të shkosh tek ky mitologji domosdoshmë shumë e bukur e meksikanëve, që flitet për perëndimin e tyre të lartë që quhet Quetzalcoatl. Ky kishte një vëlla. Po Quetzalcoatl ishte shumë i dashur për njerëzit. Ky tjetri që Quetzaltlipopa. Po i them këto emra se janë dhe shumë bukur. Veshë ti lloj nga më fshiu ku ishte i ri, atë e lexoja. Mi po ky ishte xhelos, ishte tamam si puna Kainit dhe Abelit. E tha, po mirë, për këtë vllain tim të kanë respekt të madh, po unë do t'ja prish respektin që ka populli për këtë. U korruptua. Po shikoj ç'a bëri. Ka më të keqe se sa Kaini që bëri Abelit. Mori një pasqyrë dhe ja vuri përpara fytyrës së vllait, e tha, shikoj sa i shëmtuar je. Dhe ky kur e pa veten e vet, se ky dinte kështu, domethënë Quetzalcoatl gjarpri me pën, gjarpri që fluturonte, gjarpri me krah, e kupton? Ishte perëndia e madhe, ishte dielli, le të themi. Dhe kur e pa tha, unë që kam i shëmtut, po tha, si t'ja bëj? Të ndihmon vllajti, tha, po si do të ndihmosh, tha, na pi këtë ilaçin se shumë i mirë, pi mirë. Edhe ky pi verë dhe u dëm me verë. Për herë të parë. Shkoi me motrën e vet. Dashuroi motrën e vet, atë shkoi me motrën e vet. Dhe u korruptua. Dhe me korrupsionin e tij, ai korrupsioni filloi të përhapet poshtë, çfarë të merri, historira të djegse, janë përvluese si historira. Sot, për shembull, neve e kemi thënë dhe një herë, neve jemi tek kjo periudha që kaluam që quhej periudha Kali Yuga sipas indianëve. Dhe kjo ka qenë periudha e errët, një periudhë shumë e rëndë. Kjo 2000 vjeçare, se ne tash nga era e peshqive ne po kalojmë ke era e ujorit. Tani fillojnë dhe bien muret. Që e kemi thënë, jo muri Berlinit, po dhe muret e brendshme, se ka shkenca tash po depërton në thellë, nuk ka më mure. Ka i shumë thellë. Dhe po mbaron si me thënë Kali Yuga, Kali e zez, periudha e korrupsionit të lartë, si me thënë. Njeriu po shkon drejt, le themi drejt dritës edhe këtë po e bën shkenca, si me thënë. Po ti ke edhe po të shohësh edhe librat tek Shakespeare, mund të gjesh për shembull sa të duash një material për korrupsionin. Po ti mjafton të kujtosh Macbethin. Domethënë që mbreti Macbeth vlet mbretin bashkë me atë zonën e vet Lady Macbethin. E vrau që ti marri fronin. Ças vrau, kurdin bëri. Domethënë, si mund drejtosh ti një mbretëri kur ti je i korruptuar, se ti pretendon që mbreti duhet të jetë i pari, pra, duhet të jetë shembull, duhet të jetë pika referimit, duhet ajo qendra e kompasit që folëm në fillim. Po ti kështu ke Otellon. Otello dashuronte, ishte i zi, dashuronte të bardhën. Ishte një dikotomi e bukur e bardhë dhe e zeza. Është tamam aksi, si me thëmë ngjyrave, i globit. Mirë po Iago i futi e përshpëritit në vesh, do në që ajo ty po të tradhton, edhe ky vrau Desdemonën. Do në korrupsioni mund tjetë i lehtë, kur ti je për shembull një 10.000 lek policit që të kalosh se ke kaluar me skevarripin e sigurimit. Po korrupsioni mund të çet në vdekje.
e vrau Desdemona, ai nuk është se vrau gruan e vet, ai vrau vlerësinë. U mallkua, shpirti i u mallkua. E kupton me fjalë. Po ti ke bie fjala këtë ke Hamletin, që vllai është po Kaini dhe Abeli. Vllai vret vllain, i hodhi helm në vesh, vajt në zet në vesh, nuk e di, dhe i mori gruan, i mori mbretërinë. Ju çmend çuni Hamleti. Donte me vrarë dhe Hamletin. Kur bëri ky një skerm në fund fare me dikë aty në obor, maja e shpatës aty ishte me helm. Sepse ai ishte shpatari Zoti që ta godiste Hamletin. Hamleti ishte me zar majën e shpatës, sepse ishte lojë, e kupton, ai nuk e kishte kështu. Shikoj dhe pria dina kreja ku shkonte, e kupton, pavarësisht që nuk realizua. E kupton, po ai e plagosi dhe ai nga ajo vdiq. E kupton? Korrupsioni, kur fillon të deploton kjo fëlliqësira që thoshin latinët, e kupton, është tamam kjo prishja, është fëlliqësi, si me thënë. Po ti ke Romeo e Julietën, janë dy fise, Capuleto dhe Montegët, ai që ndodhet edhe këtu në Shqipëri, se neve nuk kemi ne kemi fise për shkakun që nuk e duan njëri tjetrin. Këtu janë gjakmarrje njerëzit. Janë gjakmarrje akoma. E kupton? Një fëmijë vogël ri në shtëpi mbyllur disa vjet. E kupton? Është pjesë e korrupsionit ajo. Pavarësisht që aty përplaset kanuni me ligjin. Pa e zgjatur shumë, po them në fund fare, ti mund të thuash shumë, për shumë Ogazi, po ti kur flet që gjithë universi është korruptuar, pse neve kemi kaq i natë korrupsionin? Pse i marrim neve njerëzit dhe i fusim në përburgje? Pse e përflasim korrupsionin? A që nga kjo e pas ka univers? Po, është. Po ka një ndryshim shumë të madh. Ti nuk bën dot marrëveshje me natyrën, me universin. Ti duhet të përshtatesh me të. Ti s'bën dot marrëveshje. Trupi jot do të shkojë drejt vdekjes, do korruptohet, do prishet. Do fliqet atje në atë grobën ku ti ke shkuar. Po ashtu dhe shpirti jot, të cilën ti nuk pate kujdes gjatë jetës tënde. Ti ku shkon atje, ti nuk e nej diplomë që thua që shiko, unë jam një i ndershëm. Sigurisht, nuk është e lehtë, është e vështirë. E kupton? Prandaj dallohen gjëra, për shembull është e bardhë, është gri edhe dhe shkon drejt të zezës. Po ti s'ke bërë asnjë përpjekje, bie fjala. Dhe e ke dëmtuar veten se natyra njerëzore të ka detyruar që ti ta bësh të gabim të madh. Por njerëzit përpara këtu në Shqipëri çfarë bënin? Vendosin kanunet. Po shko se interesante, duke qenë një bashkësi e vogël, disa familje e bënin vetë ligjin dhe e zbatonin kanunin, më mirë se zbatohet ligji sot. Mi bone sot jemi shoqëri e madhe, në dikur Shqipëria ishte 3 milion, u bë 3 milion. Ligjet nuk i bëj unë, ligjet i bën parlamenti. Mua nuk më pëlqen një ligj. Kur ai më thotë që mos pi cigare këtu se nuk lejohet, e kupton? Unë duhet ta pi cigaren, se pi cigaren, edhe nuk i shej dot të ngrënë, le themi. E kupton? Mos pëlqej, po jam i detyruar që ta zbatoj. Më çeftas nuk e zbatoj, e pi ndonjë, vjen kamarieri, ora shikoj dhe se vjen ai të vë gjobën e tjera. Domethënë, kanuni zbatohej, nuk e prishte njëri, se ishin bërë vet ata që kishin bërë kanunin. Ligjet nuk i bën vet. Ti do të detyrohesh ta bësh. Dhe ligjet mund ndryshojnë. Nëse nesër ty del një shkres e thuhet, makinë do kaloj me të kuqe dhe do mbesi në trafik me jeshile, ti ato do bësh se ndryshe shkon në burg. Të heqin makinën, të heqin patentën, të heqin çdo gjë. Kjo është një marrëveshje dhe marrëveshja, atë që ti se bën me natyrën, ti e bën me njerëzit. Dhe prandaj korrupsioni bëhet i rrezikshëm, sepse nëse ti shkon, edhe e ke zgjedhur atë zotrin në një zyrë, edhe ti shkon për zgjidhur punët e tua dhe i thotë jo, unë nuk ta bëj këtë, po s'm dhe kaq lek ose në natyrë, të shkëmbej në natyrë, kjo është prishje e marrëdhënies. E kupton? Është prishje e ligjit. E kupton, ti ke shkelur në të kuqe. Domethënë, ka një ndryshim shumë të madh nga korrupsioni që vjen në mënyrë të natyrshme nga natyra dhe korrupsioni që vjen në mënyrë të çnatyrshme, po edhe të natyrshme, se njeriu është pjesë e natyrës, edhe të çnatyrshme nga njeriu vet. Po thua ti, Ogazo, po ti njeh njerëz pasur, po, kam njohur. Kam njohur njerëz të cilët nuk kanë toleruar, nuk kanë lëshuar. Por gjatë rrugës pak edhe e kanë thyer pak këmbë diku, nuk diskutohet, sepse është vetë natyra e ndërtuar në këtë mënyrë. Kështu që gjithë të bisedë që doja ta ndërtoj për korrupsionin, domthonë për prishjen, si më thënë, që rinë në thelb të korrupsionit, njerëzit besoj se e dinë më mirë se sa unë, sepse e ndeshin për ditë kudo që shkojnë
qoftë në spitale, qoftë në zyrtat e shtetit, kudo, kupton, gjykatat janë plot me letra të cilat aty fshihet korrupsioni dhe nga që nuk e gjykatës, nuk e njerëz për t'i parë të gjitha dosjet, ti ke mal dosjet. Është korrupsion më vete ky i shoqërisë njerëzore, ose i shoqërisë tonë. Kështu që nuk bëj moral. Nuk më them do të asgjë, që shekoni mos bëni korrupsion. Nuk po bëj të, unë thjesht doja të bëj një lloj autopsie të korrupsionit, edhe për të treguar sipas shkrimeve të vjetra se kur filloi prishja e parë. Gjashtëmbëdhjetor janar 1951, u nda nga jeta Dom Doc Nikaj. Sipas të dhënave të librit të pagëzimit, Dom Doc Nikaj lindi në Shkodër në vitin 1864. Pas përfundimit të studimeve në Kolegjin Papnor, u shugurua me shtar në vitin 1888 dhe shërbeu në disa famulli. Veprimtaria e tij nuk u kufizua vetëm në shërbesën fetare, por u shtri në mënyrë të gjerë në fushat e kulturës, letërsisë, historisë dhe publicistikës shqiptare. Në ditën e shëgurimit të tij si prift u botua dhe vepra e parë, ndodhitjes së shenjtës Kish, e shtypur në shtypshkronjën Propaganda Fide në Rom, duke shënuar fillimin e një krimtarie të pasur letrare. Më pas ai botoi romanin Marcia, që nga studiuesit është cilësuar si romani i parë i shkruar në gjuhën shqipe, duke zënë një vend të veçantë në historinë e letërsisë kombëtare. Gjithashtu ai spikati me veprën Histori e Shqipnisë, botuar në Bruksel në vitin 1902, vepër e cila u vlerësua si një nga veprat më të çmuara të kohës. Bashkëpunoi ngushtë me Faiko Nicon, duke botuar shkrimet e tij në numrat e parë të revistës Albania, si dhe me Imzot Preng Doçin, me të cilin ishte edhe ndër antarët themelues të Shoqërisë Bashkimi. Në vitin 1909, themeloi shtypshkronjën Nikaj, të parën në Shkodër. Botimi i parë i kësaj shtypshkronje ishte vepër e tij, Fletoria politike, ndër të parat në Shqipëri me titull Koha, janar 1910, e ndjekur më pas nga gazeta Besa Shqiptare dhe një numër i konsiderueshëm botimesh të tjera, përfshirë vepra letrare dhe tekste shkollore. Në vitin 1946, u arrestua në moshën 82 vjeçare dhe vdiq në burgun e Burrelit në 16 janar të vitit 1951, duke u shndërruar në një figurë përfaqësuese të sakrificës intelektuale dhe kombëtare.